Mbrëm rreth orës së 16 policia në Prizren ka pranuar një informatë e cila bënte me dije se në rrugën Kuksi ka pasur të shtëna nga anë të zjarrit dhe se një qytetar është plagosur rënd i cili ishte dërguar në emergjencën e Spitalit Rajonal në Prizren për trajtim mjekësor. Mirëpo sipas mjekëve viktima nuk ka mundur të mbijetojë, kështu njofton zëdhënësi i Policisë Rajonale në Prizren kapiteni Hazir Berisha. Sipas hetuesve rajonal dhe krim teknikëve që kanë kryer hetime në vendin e ngjarjes në prani të kryeprokurorit dhe prokurorit të rastit, është bërë e ditur se dy vëllezër dhe nipi, djali i vllait të tyre, kishin dalur në një livadh afër shtëpisë së tyre për të shtjerë me armë zjarri dhe me vete kishin marrë 2 pistoleta. Gjatë manipulimit të pasigurt dyshohet se i dyshuri me inicialet është i vitlindjes 1996 nga pakujdesia ka shkrepur një plumb në detim të xhaxhait të tij Burim Shala, i moshës 32 vjeçare, baba i 2 fëmijëve, i cili rezultoi të ishte fatal. Në vendin e ngjarjes janë sekuestruar 2 pistoleta të llojit kalibrit panior, 14 fishek të kalibrave dhe llojeve të ndryshme, 3 gjoja dhe pas bastisjes së shtëpisë së personave të dyshuar është sekuestruar dhe një pushkë gjau. Ne kemi kontaktuar dhe kryeprokurorin prokurisë në Prizren Syl Hoxha, i cili me këtë rast tha: po, ne kemi marrë informacion dhe kemi dalur bashkë me policinë edhe pastaj me forenziken, si dhe me prokurorin kujdestar, e aty kam dalur edhe unë dhe pas dyshimeve tona kemi arritur të kontaktojmë se dyshimet e para janë se kjo ishte një vrasje dhe djali i vllait Eshë, me cilin e kemi prangosur si të dyshuar për këtë vrasje, dhe hetimet e para po jetojmë si vrasje, ku kjo po hetohet sipas nenit penal 187. Trupi i pajet të viktimës është dërguar për autopsi, ndërsa i dyshuri ndalet në masën e arrestit policor, tregon për televizionin Besa kryeprokurori Syl Hoxha.